sidomos nga deklaratat e Haradinit, duket që Limaj është pak më i butë. Realisht, kushtërë më mendoj që janë prerë këto... Po thu, s'ka më... Sepse këtu janë dy deklarata, po ta kështë e po zotin Haradinaj, do e vreje tamam se kë ka tamam hatërmbetje dhe beson shumë në idenë, dhe jo vetëm kë, po e patëm edhe Bek Berishën, të tjerë që konsiderojnë edhe tradhtibil. Edhe pa besie shumë çka tjetër, ndërkohë që ajo pjesa e Limajt, pastaj për mendimin tim, Limaj deri diku unë si e pash, latë në kuptohet se gjanat po shkojnë drejt asaj që ai do të jetë pjesë e koalicionit qeverisës. Kështu e ke lexuar ndërmjet. Me faktin që ai për te faktit që insistoi 2 herë 3, duke thënë se nuk ka ndonjë marrëveshje, fakti që ai ishte goxha i relaksuar, e përsëriti faktin që janë të hapur për gjithë. Unë më shumë e shoh që zoti Limaj do t'i dalë në krah zotit Kurti, sepse në fund të ditës edhe nuk po shohim alternativa tjera të cilat do të dukeshin të mundshme deri diku. Është vërtet që atë deri diku në një farë forme, sidomos me tash shkruajnë e zotit Hamza në Hag, unë mund të kem, po them, pritje dyshime se ai ardhe, kthimi i tij mund të sjellë edhe ndonjë qëndrim ndryshe, po në anën tjetër paktën në këto ditë e fundit të eksponent të PDK-s që e kam takuar, qoftë rastisht, qoftë për të biseduar për këto gjëra, në mënyrë kategorike e mohojnë mundësinë që të ketë përzimje, po them këtë rast ketë bashkëpunim me lëvizjen vetëvendosur. Sadiku, si e pat ju shkëmbimin nga distanca